dashur shikues, mirëmbrëma, sonte flasim drejt për së drejti nga Tulla. Kjo është një qendër kulturore në Tiranë. 3 vajza, 3 gra, ndoshta edhe nëna, do ta zbulojmë gjatë emisionit, njëra shqiptare dhe 2 të huaja, kanë hapur një ekspozitë shumë interesante me titullin Egërsia e shpirtit, ose si më thënë primitivizmi, të qenit i lirë në shpirt, ajo thirrja e parë me i fjalë, untamed në anglisht. Kam njërën prej tyre këtu dhe do e fillojmë intervistën me këtë vajzë italiane, që quhet me sa duket Isabella. Hello, good evening, buonasera. Buonasera. Come stai? Bene. Ok. Isabella, I see here is your department of Yes, of works, which is pretty abstract. absolutely abstract, like the theme that we are talking about tonight, untamed, wild. I will try to translate. Isabella thot që ashtu sikurse dhe egërsia që është diçka që skapet, ashtu dhe punët e mia janë abstrakte dhe për këto do flasim sonte. Yes, we are speaking about the inside world, about feelings, about way to be, and that we express it outside through our works. Pra po flasim për brendësitë tona, mënyrën se si jemi dhe gjithë këtë ne do ta shprehim edhe jashtë nëpërmjet këtyre punëve tona. Okay. Where are you from? I'm from Rome, I'm from Italy, Really? but I want to tell you I'm someone coming from somewhere, going somewhere, but indeed I'm a person with a message, and I want to tell this message through my works. Isabella është nga Roma, thotë, unë jam dikushi, jam diku, kam një mesazh për ta thënë. Këtë më tha dhe që në fillim, emrimi nuk është shumë i rëndësishëm, tha, po nëse ti e do edhe e them, po e rëndësishme është që unë I kam këtë punë këtu për të thënë mesazhin tim. If I can tell my message, I will share with you. It's about to use the culture to put the seed of our soul in the culture to grow better people, better way to live. So we are here for culture, actually. Isabella më shpjegon se ne jemi këtu për arsye të kulturës. Kemi në shpirt ato farat tona dhe këto fara shpirtërore ne duhet t'i mbjellim, t'i japim, duke ushqyer me to vetë kulturën. What kind of art is this? Can you give us some feedback about your style and your inspiration? I use mixed media. I use many techniques to arrive to the point to spread out one concept. In this case, I use the mirror. I would like to have some feedback for these works you have exposed here in the exhibition. Po e pyes për një farë feedbacku, se si janë këto punë, në çfarë mënyrë janë bërë këto punë abstrakte që kanë në këtë ekspozitë. I use a different technique. I mix it up multimedia like printing. I use the mirror as a base, and I draw as well. So you will see a very particular kind of art through my development. Sorry. Yeah? Ajo tregon që përdor një seri mediash, pra multimedia, duke filluar nga printimet, nga vizatimet, nga koncepti I pasqyrës, sikurse më tha pak më parë që ky departament mund të quhet ndryshe dhe pasqyra. Është interesante që Isabella më pozicionon përballë punës së saj dhe unë këtu shikoj veten time në pasqyrë. Pra, në printimet dhe në punimet e saj, ajo ka futur një element pothuajse të padukshëm pasqyrën, ku ti mund të shohësh veten. Dhe është shumë interesante se çdo reflektim që ne kemi është një pjesë e vetes sonë. Yes, I use the mirror especially because I want that the people see themselves in life, not the others. It's very intimate, and I want the people speak first with itself that with the other people. Pra, Isabella ka vendosur që njerëzit duke parë veten aty, të shohin në rast të parë veten dhe jo thjesht tjetrin siç mësohen që të shohin gjithmonë tjetrin. Pra, është një aspekt intim I pikturës që kjo e ka realizuar nëpërmjet pasqyrës.
What is your education, arts or media? Yes, I did Institute of Art and Academy of Art. I educated in the art field. All my life I was experimenting technique, living everywhere in the world, in Africa, in Germany, in Thailand, and I always have this attitude of exploring, speaking with people, get friends, and grow myself. Isabela ka udhëtuar në shumë vende të botës, është edukuar sigurisht për arte dhe media. Pas ka qenë në Afrikë, where you have been else? Africa? Africa, Germany, I was living in Germany, Thailand, living in Thailand. Jo vetëm udhëtuar, po edhe jetuar në Gjermani, në Tajland. Pra është një qytetare ndërkombëtare. Now I live in Albania, which I love. Jetoj në Shqipëri, do që dashuroj Shqipërinë. Since when you are here? I ship at 6 years. It's difficult for me to learn ship, but I'm trying. 6 years here? Yes. Is it true? A mund të imagjinoni që Izabel pas ka 6 vite në Shqipëri. Kam një turp thotë që është fakti që akoma nuk flas shqip. I have many friends, and I just find the friendship here with the people, and I forget to learn the language, but I will, I swear. I swear. Ajo thotë që këtu ka gjetur shoqëri dhe ajo gjen shoqëri kudo që shkon nëpër botë, ndoshta nga që shoqëria e saj flet gjuhën e saj, nuk ka pas nevojë ta mësoj thotë shqipen, por do ta mësoj patjetër. Do ta mësoj. Can you explain any other? Of course. I want to explain you this about the eyes. It's my eyes and the eyes of the horses together, because in this relation we are finding the force of untamed. Like the horse is an animal very big, very wild, but if it's treated in the right way, it can give the best of itself in the contact with the humans. So it's a friendship and wild in the same time. So we can be friends and we can even be wild without any problem. Në këtë pikturë, si shpjegon Izabela, është syri I kalit, po është gjithashtu dhe syri I saj. Kjo marrëdhënie me kafshët, thot ajo, na bën që ne ta ruajmë të gjallë atë egërsinë e shpirtit që kemi dhe, si më thënë, të jemi të jemi bashkë dhe në të njëjtën kohë të ruajmë shpirtin në atë mënyrën e paprekshme. Është interesante që kjo ekspozite e këtyre 3 femrave insiston në shpirtin e egër në kuptimin më të bukur të fjalës, pra shpirtin e pa kontaminuar nga civilizimi, nëse mund ta themi kështu. This is a new technique I explore. It's wax on the mirror, and the wax is hot, and the mirror is cold. What is wax? Wax, cera. Qera? Yes. Very interesting. Ka përdorur në këtë teknikën e qeras, me qera të nxehtë, thot, e kam bërë, thot, këtë punim. Edhe këtu is a print always with this filter I use of the canvas to remind. This is a horse too? Is a horse, yes. Vazhdon kali, e kemi dhe në piktura të tjera si simboli I shpirtit të lirë dhe I shpirtit të egër dhe të pa nënshtrueshëm. Vajza këtu ka punuar me qera, kurse këtu ka bërë printime, siç tregon ajo, të cilat kanë kaluar nëpër filtra për t'i dhënë një transparencë figurës. This is omaggio. This is with the honor of Albania. I mix the horses with the flag of the bird of sheep, and Shqiponjën. Yes, and I give the movement of the horse ahead. Si që duket Adeu jonë që prej 6 vjetësh I ka dhënë impakt të thellë vajzës, sepse ajo ka përzier bashkë me lirinë e kalit edhe një pjesë të kraut të shqipes që kemi ne në flamur. Dhe si që thot ajo, kjo dinamike e kësaj pikture është në lëvizje, kali po shkon përpara. Shumë interesante. Po kjo pasqyrë që është pak e krisur, what is this? This is always with the wax, with the technique of wax. I draw and then I print it. It's white because on the white canvas you can start everything. Is your mind create on the white canvas the idea? So it's the beginning. Very interesting. I have a poem that the whiteness is the best
because it waits for you. So beautiful. It's the best. It inspired me. Thank you. Tu kemi një temë të përbashkët, se dhe unë jam artiste, çështja e letrës, që është ose hapësirës, që është e virgjër, e pa kontaminuar. Ajo ka hedhur pak qera të nxehtë aty, thot po ajo është një letër e bardhë, një hapësirë e bardhë që pret që ti të shprehesh. Ajo është gjithmonë në pasuri, sepse është pasuria që t'jepet ty për t'u shprehur. Ti lexon, ka plot letra të zeza, po një letër e bardhë është për ti jep shpirtin tënd. Shumë e bukur. Vazhdojmë. Okay, you want to... Vazhdojmë. Let me show you the last. It's about a cloud and a horse. I wrote a story. It's a cloud became friend with a horse that he was riding so fast. She gave water to him through the rain. She gave, with the snow, she fed him. And in the end, when the sunshine was coming, she had to disappear. And she said, now you have a friend, you can look for me always. Tu kemi një subjekt shumë të bukur, Kali dhe Reja. Është vështirë që ti dallosh, po aty janë. Reja e pas ka ndjekur kudo Kalin, i ka dhënë ujë, i ka freskuar buzën, si me thonë, i ka qenë mikesha e saj. Kur ka dalë dielli, Reja ka ikur dhe i ka thënë që bëre një mike. It's very interesting that the clouds are subject often in the French culture, especially before revolution. They are accumulation of the new things that will happen. They are the movement. And if you see the windows of the church before revolution, they are with clouds. And the Christ is coming through the clouds. So the clouds is always the movement, unpredictability, and something that we don't account. It's given me a lot of emotion. I thank you. I wish for everybody is a new era of freedom and peace. This is my only wish. Thank you very much. And you are so welcome. And I'm so happy that you are becoming gradually a part of our culture. I'm really honored. I have a big honor of this. Thank you so much. Thanks. Thank you. I shpjegova vajzës që në kulturën franceze e retë përbëj një subjekt shumë të rëndësishëm, të paktën përpara revolucionit. Ato janë kumulimi dhe ndryshimi shoqëror i cili nuk dallohet aq kollaj. Bile dhe Krishti në disa figura është dhënë duke rrjedhur prej reve. Në dritaret e kishave të hershme ka të vizatuara re. Pas revolucionit dhe me zhvillimin shkencor, retë fillojnë të zhduken sepse çdo gjë duhet jetë e qartë dhe determinuar. Vazhdojmë me artiste të tjera në departamentin tjetër të kësaj ekspozite të mrekullueshme këtu te Tulla, Tiranë. Jam këtu me Severinën, e cila vjen nga Belgjika. Këtu ka një departament të saj me punime. Kali vazhdon që të jetë elementi qendror i marrëdhënies me njeriun. Kemi disa etapa që nga fëminia deri ke rritja e gruas, ku mishërohet elementi i lirisë me marrëdhënien e Kalit dhe lëvizjen mbi të. E jashtëzakonshme më duket një pikturë këtu ku janë dy gra të zhveshura që po ecin të lira me Kalin. I told to the spectators that the horse goes on to be the subject, and as I see here are stages from the childhood to the grown-up woman that relates with the horse, yes, which is a means of the freedom. I want you to explain me more about this subject and how you concede with the others with the same motive. Okay, we use the horse as a metaphor for freedom, because the horse signifies strength, intelligence, sensibility. And for us, it's like, it symbolizes the free, wild running through the fields. Okay. That's the horse. So të zgjodhëm Kalin thot si një metaforë, sepse është inteligjent, është i lirë, është përparus, thot edhe kjo na dha gjithave ne mundësi që të krijojmë duke e përdorur këtë kafshë kaq bukur, pra si një element metaforik. So in my paintings, when I paint, also when I sculpt, when I create, in fact, it's my tool to
to transform my inner impressions into visual expressions, to say it like that, into paintings, into sculptures. Severin thotë që unë talentin tim e përdor që impresionet, pra ato ndjenja që më krijohen për shtypjet, ti kthej në art, si në skulpturë edhe në pikturë. Dhe është e çuditshme që se kisha vënë re, po janë disa skulptura pranë, të cilat do t'ja u tregoj, të cilat janë mjaft rond, domethënë të rrumbullakta dhe sensuale, ashtu sikur se janë edhe pikturat. I'm talking a little about your sensuality, which is curved or round, and the same I see to the big paintings, the same I see to your sculpture here. Yes. When I create, in fact, what I like to do is I have the curiosity for the journey inside myself. I like to lift the veil and to see what's hidden inside me. And that comes out while I create. So when I have an open mind and an open heart, then I know that with every brushstroke emerges slowly the essence of the subject. Severin tha diçka shumë të bukur, thotë krijimtaria për mua është një udhëtim i brendshëm. Unë dua të shoh çfarë ndodh brenda, të hap atë velin me kujdes dhe të dalloj se çfarë ndodh aty. Dhe mbasi unë e kam parë se ç'ndodh aty, të jap me guxim dhe në çdo telajo time, në çdo furçë time, të jap me guxim dhe me dashuri ndjenjën që unë kam zbuluar. Then later, I start my painting many times with a dynamic idea. I know I have dreams, I wake up and I have the dynamic and I paint. But then slowly comes the title. And the title is very meaningful because it tells about the journey I was doing inside myself, and everybody can have his own interpretation, but I think, in my opinion, the titles are telling about what the works talking. It's a kind of stone. Yes, it's, yeah. Autorja thotë që ajo është e përzier me dinamikën e krijimit, përderisa ai ecën duke u shfaqur, duke krijuar veten. Në një moment të caktuar të zhvillimit të kësaj dinamike, autorja gjen edhe titullin. Duket si diçka rastësore, por nuk është kaq rastësore gjetja një titulli, sepse ajo thotë që krijon domethënie. Dhe është si një piketë, si një gur, i cili të drejton drejt një kuptimi ose drejt një ngadonjëherë edhe një larëshie, një kontroversë. Yes. Ajo flet dhe shqip, Po, pak, më kuptoj. kupton shqip. Ti e kupton se çfarë them? Po, tani, Po përpiqem të interpretoj. Po. Është më vështirë për të flas, por mund të kuptoj. Mund të kuptosh. Po. Shikoj këtu disa tema që janë tepër të lira, në kuptimin më të bukur të kësaj fjale, që njeriu është krejtësisht natyrë, i zhveshur nga konvencionet sociale. Unë mendoj kemi të gjithë diçka brenda për të gjej rrugë për të bëj të lirë. Edhe për mua është me arti, është me pikturë, me skulpturë, për ndrysh, për tjetra persona, ndoshta është me muzikë, or me dancing. So my way to express my freedom is through art. Pra, në të njëjtën kohë që ju çlironi një ndjenjë shpirtërore në formë arti, ju jo vetëm dhuroni një objekt artistik, po ju çlironi edhe shpirtin tuaj, ja? Është një moment çlirimi të bërit art. Shumë e bukur si koncept. Si e keni titulluar këtë departament tuaj? Ka ndonjë titull? Ka ndonjë veçori? This, for example, is called Amazon on a Journey. Amazona në udhëtim? Yes,
And it's in fact the visualization of, in my case, because it's a personal painting, of the path inside, my own journey inside. And it's not easy to be free inside because you can be confronted with your own inner obstacles, with demons, but you can also be confronted with beautiful landscapes, with laughing children, with angels. So it can be a duality. So here the woman, she is looking at the past, but she goes ahead, avanti. Do përpiqem t'ja përmbledh pak a shumë këtë që tha autorja, që këtu kemi një Amazone e cila po uson me një kal. Ajo përpiqet që të jetë e lirë, sepse nuk është kollaj thotë që të jesh i lirë brenda shpirtit tënd. Kemi shumë pengesa dhe pengesa kryesore është vetja, por thotë ajo megjithëse ka kthyer kokën pas, ajo është duke ecur që kur shikon të kaluarën e saj, ajo është duke ecur drejt të ardhmes me në maj të kalit të vetë, po ecën përpara. Është shumë e çuditshme fuqia e kësaj autore, jo vetëm për të pikturuar lirin, po për të dhënë dhe sensualitetin. Janë piktura shumë sensuale. Përse ka që fort është elementi sensual në pikturën tuaj? Më pëlqen gruaja, më pëlqen persona, më pëlqen shpirti brenda. Unë jam grua, I am a woman, so it's more easy for me to understand other women. Because I'm myself. Sepse jam grua vetë, thotë, e kam kollaj ta kuptoj gruan. Dhe me sa duket, ju keni një dashuri dhe për trupin dhe lirin fizike. Lirin fizike që pasqyrohet në të gjitha këto punimet tuaja. Sa kohë ju mori përgatitja e këtij cikli? Yes, I work many times on different paintings together, but portraits are going more quickly, I have to say. But my journeys inside, they take a reflection period before, then I know suddenly what I have to paint, and then the painting process itself, it can be 2 months, it can be 3 months, but in the same time I can work on 3 different paintings in a different mood, but every time, and that's my pleasure, when I paint on a specific painting, I am in that painting. I am that mood, I am that woman, I am the horse, I am the nature, the colors, I just feel it. It's like the canvas is telling me, do this, do that. And that's the beauty, I think, of Severin mendon që, ose thot që koha e udhëtimit të brendshëm është e gjatë relativisht 2 muaj, 3 muaj, sepse ajo don të gjejë përfytyrimin e imazhit që do të bëj. Bërja e portreteve thot nuk më merr shumë kohë, po udhëtimi i brendshëm derisa të vendos se çfarë do të pikturoj kërkon kohën ose kushtet e veta për lindjen e imazhit. Pastaj ajo thot që kur unë filloj që ta bëj këtë imazh, unë jam aty, jam krejt, vetja ime është krejt ai imazh që ajo po bën, që po ndërton. Jam tërësisht aty me ndjenjat e saj, me botën e saj, ndoshta harrova diçka, po ju mund ta shtoni. Po, exact. Pra, me sa kuptoj unë, kjo është një autore jo vetëm spontane, por në të njëjtën kohë edhe e determinuar në aventurën e saj. Kërkon ta di se çfarë do të bëj, kërkon ta përfytyroj objektin përpara se sa të lidhet me kanavasën. Megjithatë kjo s'do të thotë, sepse me sa kuptoj unë që ajo e di se çfarë, finalisht se çfarë do të dali aty, por është e futur në këtë aventurë me një farë parandjenje ose paramendimi. E futur në aventurë. Më duket se këtu kemi gruan ose njeriu në disa faza të jetës së tij në marrëdhënie me lirin. Mund të na shpjegoni pak fazat? Po, këtu më duket sikur është fëmijë. Po. Edhe këtu fëmijë. Po, është familja tim. Po, është vajza tim e buri, edhe është me shumë dashuri. Unë e piktyrova.
është shumë personale, për është unë jam nëna, për unë jam jo vetëm nëna, unë jam gruaja, unë jam qoqja Dhe kali i lirë. po, ndonjëherë është për mua vështirë për të gjej në balansa. Pra ju thoni që unë nuk jam vetëm nëna dhe gruaja, po jam edhe ai kali i lirë në këtë raport me fëmijën dhe me bashkëshortin. Shumë e bukur, shumë e bukur, urime. Është qoqja për me butterfly, fluturon, me fluturon. Po? Edhe është fly, fluturë. Po. Ajo tha në flutura, fly, fluturoj. Për Kush është objekti aty, vajza është, vajza jote jeti? po, për unë tha, vajza, ti duhet të fluturon. Është ajo duhet të vazhdoj me rrugë e saj, Po. me rrugë. Pra ju mendoni që pavarësisht se familja është një unitet pjesëtarësh, që i lidh një dashuri, liria është diçka personale që nuk mund të flijohet, nuk mund të vdes për arsye të qenit bashk. Lirin, pra vajza flutura, i thot fluturo, kali i thot rend, vrapo. Yes. Pra shumë interesante që të qenit bashk, të qenit një grup, të qenit një familje nuk duhet ta korruptoj shpirtin e lirë. Kjo është ideja. Shumë interesant. Yes. Më pëlqen kjo pikturë që ka diçka nga matriarkati. Duhet si dy femra të lira. Po, është dy shoqja bashkë, e është dashuria për shoqja. Edhe është when you're happy, you smile, you feel free. This is the celebration of friendship, of life, of also the moon is a symbol of the woman, femininity. The birds are colibris. They're small, they're delicate, but they're very fast. They can reach everywhere, they will find their way. So it's also a symbol of they can take care of themselves and they're beautiful. So this is for me like freedom in a happy way together with a good friend. I cannot... Autorja na tregon për këtë pikturë që ngjan sikur me qenë një pamje nga matriarkati ku dy gra janë të lira si Amazona në kuaj dhe janë të paveshura, janë thotë dy shoqe që po gëzojnë momentin e një miqësie të sinqertë, të hapur në shpirt dhe janë të lira thotë. Ashtu si kurse ne i përjetojmë momentet më të bukura dhe të lira kur jemi në shoqërinë tonë. Të doja në fakt që të reflektojmë për këtë motiv i cili duket sikur po venitet në botën moderne, që është miqësia, dashuria pa interes, dashuria për shoqëri midis dy grave që mund ta mbështesin njëra tjetrën në hapësirat e tyre, mund ta inspirojnë dhe janë kështu si dy qenje të lira, dy kuaj të lirë në hapësirën e jetës, në hapësirën e jetës. Më pëlqejnë shumë pikturat tuaja. Nuk e di, a keni diçka për të shtuar? Po skulptura, si alternohet tek ju me pikturën? Më pëlqen shumë skulpturë, sepse është shumë Skulptura është shumë sensual, sepse ka material në dorë. preket. Po, so it's in a way for me more easy to let go and to follow just my feelings. I can do it better with clay, but I love colors. So that's why I like to do both. Each of them has a different touch, a different sensibility inside of me. Painting is with colors and the clay is for the touch. Pra ju shpjegon që avantazhi i skulpturës është që ti e prek materialin me dorë
Dhe kjo prekja është shumë sensuale, por ti e lë këtë material të rrjedh. Nga ana tjetër, ajo i dashuron ngjyrat dhe për këtë arsye detyrohet që t'i kthehet pikturës dhe nuk mund të jetojë dot pa ngjyrat. Kështu thot ajo. Prandaj këto dy arte, sipas momentit të frymëzimit, jetojnë në botën e saj, duke na dhënë një kënaqësi në të vërtetë shumë spektakolare. Ku vazhdojnë punët e tua këtu? Deri ku janë? We can continue like this. Those two horses are like a repetition. It's a male horse and a female horse. Here is your job also? Your work? Yes, No? yes, everything. Everything. Yes. This is birds are meant to fly. So zog duhet të fluturojnë. Vazhdojnë pikturat e kësaj në raport të gruas dhe kalit që është simboli metafora e lirisë. Këtu thot është një pikturë që thot që zogu duhet të fluturojë, nuk është bërë për kafaz. Shumë interesant. Edhe gruaja është pak zog. Po kjo pikturë që është pak si e frakturuar. Okej, është pak dolor. Me dhimbje. Po, me dhimbje. Sepse të gjithë kemi ndonjëherë pak dhimbje. Do të shkoj në lart. Nuk është dhimbje për gjithmonë, është në momenti. Atëre Severin ka dhe jo vetëm momentet e një kali të lirë, po ka dhe kalin e penguar, pra që është dhimbja. Por kjo është shumë interesante, nuk e merr dhimbjen si një moment final, po thot do të kaloj, një moment kohor, një moment i cili do të kaloj dhe piktura e fundit që është një kal po prap. Yes. What I wanted to say also in this, in fact, sometimes it's good to feel your own pain because you can feel better other people and you can understand and relate better with other people. Ajo mendon që dhimbja është shumë e mirë nga një pikpamje se të bën të kuptosh të tjerët dhe të futesh në marrëdhënie më mirë me të tjerët nëpërmjet dhimbjes. And this is the woman who finds her freedom. Është gruaja, ajo ka gjetur të lirë, her freedom. Këtu është, megjithëse s'ka grua fare, kali thot ajo është metafora e një gruaje që ka gjetur më në fund lirinë e saj. Pak e çuditshme. Ju e keni gjetur lirin tuaj? Po, mendoj. Po. Urime atëherë dhe urime për lirin që keni gjetur dhe urime për këtë pjesë ekspozite kaq të bukur që ja dhuruat këtu ekspozitës tek Tulla në Tiranë. Okej, faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë jemi në një departament tjetër, po prapë në ekspozitën e Tullës që titullohet Shpirti i lirë. Kështu po e them se nuk di si ta them anglisht. Këtu jam me Gentën dhe me Julian. Julia është bieloruse, kurse Genta është fotografe shqiptare. Çuditërisht Julia na flis ka dhe shqip. Nuk e di, po pa e kuptuar ne po bëhemi një vend internacional. Genta, mirëmbrëma. A mund të na thuash diçka për këtë departament brenda kësaj ekspozite, se zi si ta quaj ndryshe, këtë pjesë tënden që është me fotografi dhe si përfshihet ajo brenda ekspozitës me të njëjtin titull? Si fotografe e re, gjithmonë e kam mbajtur brenda dëshirën për të fotografuar kuajt dhe gjithmonë si natyrë, kur e mendoj veten totalisht të lirë, imagjinoj kuajt dhe një femër në praninë e tyre. Pra simbolizon lirinë që qëndronte për shumë kohë e mbyllur brenda meje. Sa kohë tu desh për këto foto? Kjo është diçka që ka lindur krejt spontanisht, brenda ne po flisnim me Julian dhe po diskutonim rreth një seti fotografik dhe i thash, ke dëshirë që të vish me mua sot? Po, më tha, po ku? Do vish me mua, ki besim tek unë. Dhe e kam marrë dhe kemi shkuar
aty ku ndodhen kuajt. Falenderojmë edhe firmën Kallbaçi që na mundsoi praninë e kuajve dhe vendosëm që thjesht të ishim të lira dhe të ndiqnim intuitën tonë. Çdo gjë është e paparashikuar. Brenda e mban Julian për dorë sepse e konsideron si muzën e saj. Shumë thanë në fillim, kjo është muza ime. E ka përdorur si model në fotografit me kuaj që ka realizuar në një ferm kuajsh në Tiranë dhe falenderon gjithashtu dhe pronarin e kësaj ferme që ka mundësuar. Dhe princin. Dhe Kalin. princin. Kalin a që nga princin. Po, pra kemi princin, kemi fotografen, kemi dhe muzën. Muza, si jeni? Si jeni mirë, Mirë. Sa kohë keni në Shqipëri? 4 vjet jam këtu dhe jam shumë e lumtur që Evza e jetoj këtu. Po çfarë bëni këtu? Kam buri këtu, buri shqiptar. Se duke shumë e vogël. Po, si e gjetët veten në këtë ekspozitë si një model, e kishit menduar apo ishte krejtësisht rastësi? Jo, nuk ishte menduar fare se kishte shumë rastësi. Dhe jam shumë e lumtur që nuk mendova se do jam pjesë e madhe e kësaj rrugës dhe për mua kjo foto nuk është vetëm për bukuri, se më pëlqen kur ti mund të shikosh dhe mund të tregosh histori dhe mund të ndjesh nga foto çfarë për shembull unë ndjej ose ti mund të ndjesh disa emocionet. Pra, foto nuk është vetëm për bukuri. Kjo ne do të tregojmë historie të thella. Histori të thella? Të thella, po. Pra, dhe emocione. Emocione. Po ju jeni me fat ama sepse përveç faktit që këtu jeni në ekspozit, këto foto janë një kujtim shumë i bukur i jetës suaj. Po, ishte eksperjenca e para me Kali, po me Kali, ishte shumë frikë, por dëshira ishte më e madhe që frika. Prandaj Genda, pse e zgjodhe pikërisht Julian për këtë punim? Nga që është e gjatë, nga që është e bukur, apo nga... Me Julian kishim krijuar një lidhje shpirtërore në ato pak raste që jemi takuar. Pra Julia nuk është thjesht një figurë femërore kaq perfekte për mua për syrin tim të fotografes, por është një lidhje shumë e veçantë. Julia është shumë natyrë e pjekur, është sensibël dhe ka qenë një kombinim perfekt për të sjell artin tim këtë herë. E vini re që ka filluar shoqëria ndërkulturore edhe në Shqipëri dhe vlerësojnë njëra tjetrën shoqet nga dy kultura krejtësisht të ndryshme. Jam shumë e lumtur për këtë gjetje që ju keni bërë. Po shikoj që ti ke veshur rrobat e hipiste. E hipistes, se dia fjalën hipiste, personi që i jep Kalit, Po. Këtë e ke bërë për nder të mbrëmjes? E kam bërë sepse mendova që është e vetmja veshje që mund t'i shkonte kësaj ekspozite. Nga jeni juve? Nga Kuksi. Po jeni marrë më para me kuajt? Atëherë, unë mund të them që kam kaloruar që 8 vjeç. Ashtu? Po, që 6 vjeç. Në përfshatrat e thellë të Kuksit. Megjithatë, ajo ndjesia e lirë që unë ndjeja kur isha e vogël dhe jam rritur në fshat dhe kuajt padyshim që ishin edhe më të egër dhe më të lirë, e kam pak ndjesinë e frikës, por mendoj që nëpërmjet fotove tregon që unë e kam akoma të freskët atë ndjesi. Ti ke bërë shkollë për foto apo je fotografe e lirë? Fotografe e lirë, krejtësisht e lirë. Me çfarë merreni tjetër? Me çfarë punoni? Asgjë tjetër përveç se fotografisë, prej 1 vit e gjysmë. Sa bukur. Desha të di, ky bashkimi të trejave ju, ishte krejtësisht rastësor me motivin e Kalit? Apo ju diskutuat diçka dhe mbajtët Kalin si pikë lidhje? Atëherë, Izabel është, përveç se një mike shumë e dashur për mua, është edhe mentoreja ime artistike dhe ne bëjmë shpesh bashkëpunime së bashku kur unë krijoj për të shprehur artin tim. Severin gjithashtu është një mike prej 1 viti dhe i kisha parë veprat e saj dhe isha ma gjepsur nga ngjyrat që ajo ka sjell dhe normalisht edhe Kalin. Kështu që unë nuk doja që
të isha vetëm, por doja të ishim një të herë dhe zgjodhëm të gjitha sollëm temën me kuaj. Duke plotësuar njëra Njëra tjetrën. tjetrën. Ka dalë shumë bukur edhe urime. Faleminderit. Tani do intervistojmë një mashkull që është balerin. Ja, e presim të na vinë. Nuk e di se si lidhet një balerin me këtë ekspozit, është italian, por do ta pyesim dhe atë se si ndërlidhet me të environment, le ta themi, të mjedis kulturor. Jam në fund edhe dansuesi ose balerini i kësaj soareje është italian, Vincenzo? Vincenzo, yes. Thot, përveç se balerin, jam dhe një lloj filozofi dhe konceptuesi i kësaj ekspozite. Tell us about this exhibition, the philosophy of it. Yes, so I started my career as a ballet dancer in theater, and then now I'm old as dancer, but I'm still in researching in body language, and I use... Wait a little. E ka filluar karrierën si dancer, si kërcimtar, por thot, tashti thot që kam grumbulluar eksperiencë, pra është i përshtatur, mund të japi edhe ekspertizë ose ide mbi të. Yes, because now I'm looking for what the body can be. So I mean the potential body expression, language. Dhe ekspertiza që ka në atë që quhet gjua e trupit. Thotë dhe unë dua të analizoj pikërisht se çfarë potenciale ka në gjuhën e trupit. Yes, and then now since 20 years I work in Germany with a choreographer, Aurelia Baumgartner, philosopher, choreographer and performer, and we're looking for how we can explain the life, the problem, the human problem through the body language. Ti punon tashti në Gjermani, pas ka atje takime me një filozof apo filozofe emrin cilit ai e përmendi, dhe aty punojnë të dy bashkë të thellojnë dijet se si mundet problemet njerëzore të shfaqen nëpërmjet gjuhës së trupit. Yes, and you know, tonight for me is just a big opportunity because the theme is about untamed women, and I asked to myself, how can express through my body language a untamed woman? Dhe kjo mbrëmje sonte, kjo soarea, nuk është gjë tjetër veç se një rast ku unë mund të analizoj nëpërmjet punëve të grave që ato kanë dashur të pikturojnë shpirtin e lirë, të analizoj edhe një herë se si mund të shprehet bota e njeriut nëpërmjet gjuhës së trupit. Yes, and finally I will use a different body language because I learned a lot. I started with ballet, but I learned contemporary, and Buto is a Japanese technique, and Sufi from the Islam technique, and then I worked in the theater, voice, singing, so... Pra, djali thotë, po i them djali, se si ti them ndryshe, ka që gjallë sa është ky, thotë që gjua e trupit është kaluar si kulturë të ky, jo vetëm me kulturën moderne, për cilës ai vjen, se është italian, po edhe nga Sufi, edhe nga kultura japoneze, dhe nga Buto, dhe kështu që ai e ka parë gjuhën e trupit në disa versione. You have seen the body language in some of cultural versions of the world. Yes, because for me, by art, through art, the world is a world very small in different body language and also picture, and the art keep the people together. Each culture goes together. This is for me a fascinate my... Ky thotë që gjua e trupit nuk është vetëm pjesë kulture, po kultura vetë i mbledh njerëzit i bën bashkë. Unë do t'i bëj këtij një kërkesë, nuk e di a do ma plotësoj. Can you dance something from each culture? A small... Yes, so, you know, just let me see. This is like Buto. Buto? Kjo është Buto,
This is a Sufi. Sufi? It's from 1528. Faster from Gjithmonë e më shpejt, even God. që të duke u bërë shpejt, thotë, unë arri Zotin. And to finish, I will use contemporary like a free movement. Këto janë lëvizjet bashkohore, ë? Lëvizjet e lira? And I have to speak, I have to say different language, love yourself, tamem, amati mismo, amati, live dich, and I learned in Albanian. Right now I forgot how to say. Duaje veten. Duaje veten. Duaje veten. Duaje veten. A I thot në disa gjuhë të botës, në të disa kulturave, duajeni veten, duaje veten. Yes. Love yourself. Huh? Thank you very much. Thank you. So beautiful. Thank you, Albania. Very nice people. Thank you. Thank you. Thank you. Lufto çdo ditë